Problemi që dua të ngrej sot ka të bëjë me kondicionerët e autobusave. Kemi hyrë në stinën e verës. Të shikosh gjithë autobusat që janë në Tiranë, shumica e tyre, sidomos se ajo lak Prakës, e Porcelanit, apo ato të tjera jashtë në periferisë të Tiranës, nuk kanë kondicionera. Isha sot në linjën e kombinatit, edhe shikoja aty pleq, të cilët mezi mbusheshin me frymë. Pra, është një problemi jo vetëm për një ditë, as për një muaj, po është një problem për gjithë muajt e verës. Hajde në dimër, se kur ke kështu vishe shtrash, por me ata njerëz, me atë të mbushje që ka në të gjithë autobusat, mos pasja e kondicionerëve sjell një problem shumë të madh shëndetësor. Dhe është për të ardhur keq që është folur disa herë edhe në përshtyp, po edhe në biseda, dhe asnjë nuk shmas marr një mas konkrete. Por kjo do të jetë me pasoja të rënda. Prandaj bashkia, edhe firmat përgjegjëse të cilat kanë autobusët të përdorim, duhet të jenë shumë të vëmendshëm ndaj këtij problemi kaq të madh.